Festimet e pavarësisë në Shkodër nisën që prej mbrëmjes së 27 nëntorit me sofrën e pavarësisë që mbjollin mbi 200 të ftuar nga të gjitha trevat shqiptare. Në këtë mbrëmje festive u bën pjesë edhe presidenti i Republikës së Kosovës Vjosa Osmani dhe ministre për Europën dhe Punë të Jashtme Elisa Spiropali. Osmani vlerësoi rolin historik të Shkodrës duke theksuar rëndësinë e saj për kombin shqiptar, ndërsa ministre Spiropali shtoi se kjo sofër është një tjetër urë mes Kosovës dhe Shqipërisë. Ky është një moment vlerësimi dhe reflektimi për historinë tonë dhe për rrugën që kemi përpara si Shkodër, si Shqipëri dhe si kombë. Tu i shetitën malen Kodër, tu i prek lulet gjithë me dorë, veç një kopsht ma të bukrin Shkodër, ty të gjeta lule borë. Me këto vargje të këngës që çdo shqiptar i di, dhe çdo shkodran i mban në zemër, dua ta hap këtë mbrëmje të sofrës së Shkodrës, një takim që na rikthen te rrënjët, te krenaria dhe te themeli i shpirtit tonë qytetar e kombëtar. Sonte jemi në zemrën e një qyteti që nuk ka nevojë të prezantohet, sepse Shkodra prezantohet vetëm me kulturën e saj të pashoqe, me humorin e saj të hollë, me muzikën që ka kaluar kufi, me traditat që kanë sfiduar kohën, e qytetarin që nuk është lëkundur asnjëherë. Ky është qyteti i Marubit që me aparatin e tij dha historisë shqiptare sytë e parë, me të cilët ajo po veten. Qyteti i Migjenit që tronditi ndërgjegjen e kombit me fjalën e tij të gdhendur, i Prenk Jakovës, i Qesk Zadejës, i Marie Shllakut, i natyrisht i Mehmet Gradicës, i Bikëndojës, i Kol Idromenos, Ernest Koliqit dhe shumë shkrimtarëve, piktorëve dhe mendimtarëve. Kur e përmenda Marie Shllakun, me përmenda duke pasur parasysh se ajo mori pjesë edhe në kuvendin e Drenicës, me 20 januar 45 ku mbajti një fjalim të zjarrt, i cili pati ndikim edhe në pajtimin e dy prizve të luftës së Drenicës, Shaban Polluzhës e Mehmet Gradicës. Shkodra është qyteti i liçenit dhe i Rozafës ku legjenda merr frymë. Shkodra është qyteti i biçikletave, i ritmit të qetë, i elegancës natyrore dhe i jetës që rrjedh me një finesë të pakrahasueshme. Nga Kosova ne e ndjejmë Shkodrën si shtëpinë tonë të dytë. Na lidh gjuha sepse shumë prej fjalëve që ne i ruajmë me krenari kanë lindur pikrisht këtu. Na lidh muzika që ka qenë shoqëruesja jonë në çdo dasmë, në çdo gëzim e në çdo festë. Na lidh tradita, na lidh humori, që si në Shkodër ashtu edhe në Kosovë është armë mbijetese, butësi dhe mençuri. Na lidh vetë historia shqiptare, e cila nuk njeh kufi e as ndarje. Shkodra ka qenë gjithmonë dritare ku Kosova ka parë kulturën shqiptare në formën e saj më të pastër e më të qytetruar. Shkodra qëndron si një simbol i pathyeshëm i unitetit, i mikpritjes, i bashkimit kombëtar, si një urë që lidh të gjithë shqiptarët kudo në botë. Sofra e shkodranit dhe e shqiptarit i përket mikut dhe asnjë shprehje nuk e rrok dot më fort shpirtin ton të mikpritjes. Vetë se ju, e nderuar Vjos, në këtë qytet vërtet jeni mike, por jo mysafire, sepse ju ashtu si të gjithë bashkombasit tuaj, vëllezërit të njëjtit gjak, këtu jeni në shtëpinë tuaj. Të dy vendet tona, të dyja qeveritë tona, duke bazuar politikbërjen mbi realitetin e një toke, popullin e një ëndre dhe dëshirat e përbashkëta, kanë transformuar kufirin ton nga një hendek ndarës në një urë bashkëpunimi. Mbrëmja u shënua nga një atmosferë festive dhe simbolike që përçoi mesazhin e unitetit, krenarisë dhe bashkimit shqiptar.